Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme nga Shkodra ka mbritur në studion e emisionit Me Zemër të Hapur një 42 vjeçar, i cili prej vitesh është larguar nga banesa, një trashëgimi e prindërve të tij, është një certifikat pronësie në emër të 42 vjeçarit, por ndërkohë aty jeton motra dhe vllai i këtij të fundit. Për 16 vitesh ai jeton në shtëpinë e Vjerit, por ndërkohë gjatë fundjavës ka ndodhur edhe shumë trazira në familjen e 42 vjeçarit, ndërkohë që ka tentuar vetvrasjen bashortja e tij, nëna e një fëmie 12 vjeç, pasi rasti është denoncuar tek një gazetare privatisht dhe kjo e fundit pa i marrë leje, por që bashortja e 42 vjeçarit më ka çuar të gjitha korrespondencat me gazetaren, ka nxjerrë me pa të drejtë videon e bashkëbisedimit me këtë të fundit. Ndërkohë që është vënë në alarm policia e Shkodrës dhe kemi parandaluar të gjithë bashkë vetvrasjen e bashortes së 42 vjeçarit. Po kush është historia e 42 vjeçarit, sepse pasi rimori veten, bashortja e tij tha: "Të lutem zonja Evis, le të vi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur të tregoj hallet dhe problemet që ai ka me familjarët e tij dhe të lutem të mos kthehet më në shtëpinë e babait tim, sepse shtëpia e babait tim prej 16 vitesh përdoret nga ne si familje, ndërkohë që i përket një motre e cila ndodhet jashtë kufijve dhe territorit shqiptar." Për më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi me rrëfimin tronditës të këtij 42 vjeçari. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me një konflikt familjar i cili kalon kufijtë njerëzores. Gruaja rrëfense në kushte të rënda psikologjike ndodhet së bashku me bashortin dhe djalin prej 16 vitesh në familjen e saj, edhe pse ata janë të martuar prej vitesh. Kunata dhe kunati kanë zaptuar shtëpinë dhe nuk i lejojnë që të hyjnë brenda, edhe pse gruaja rrëfense shtëpia me dokumenta është në emër të bashortit. Gruaja rrëfense po kalon një situatë të vështirë, madje kjo situatë u përdor publikisht shprehet ajo, gjë që e çoi gruan në tentativë vetvrasje. Ndiqni rrëfimin e bashortit. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt me mua në studio zoti Fitim Çela. Përshëndetje, mirë se erdha. Ke vendosur të afshirësh portretin nga teleshikuesit, por ndërkohë ke vendosur të jesh me emër dhe me mbiemër për të rrëfyer problemin tënd. Në fakt një problem që ka çuar në dëshpërim bashorten tënde, ajo telefonoi një gazetare dhe padrejtësisht gazetarja e ka marrë në video dhe ka përdorur videon e bashortes tënde në rrjetet sociale, çfarë bëri që ajo të kalonte në probleme shumë të rënda emocionale dhe psikologjike, dhe ndërkohë së bashku edhe me policinë e Shkodrës dhe gjej rastin për të falenderuar drejt për së drejti policinë e Shkodrës, patrullën e cila ka qenë dejurin e ditës së shtunë, por njëkohësisht edhe zotrin i cili mbulonte territorin e lagjes tuaj, që është telefonuar nga unë personalisht dhe më pas policia e Shkodrës të paktën ka parandaluar një ngjarje shumë të rëndë. Do të flasim bashkë sepse përgjatë gjithë këtyre ditëve që kam folur me zonjën, ajo më ka thënë le të vi Fitimi, ta tregoj problemin që ka me familjen e tij dhe të lutem mos të kthehet më në banesën e prindërve të mi. Për 16 vitesh ne jetojmë me Fitimin aty, me djalin 12 vjeç, por ajo shtëpi nuk më përket mua. Do ta flasim vetëm pas pak, më lër të prezantoj dhe ata që kam të ftuar në këtë studio dhe fillojmë me Eksena Qirisin, me psikologën tonë klinike. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Në krahun tënd Elvis Duka, avokat. Përshëndetje avokat, mirë se erdhe. Ju vini nga zyra avokatëve antikorrupsion, një shoqat e njohur tashmë, detektivët privat, me në krye avokatin zotin Due Pietra dhe themelues edhe i gjykatës së arbitrazhit. Faleminderit Visi që je me mua në studio. Përpara kemi dokumentacion shumë të madh që po kalon nga tryeza e avokatit tek tryeza e psikologës, thatë që çështja është lehtësisht e zgjidhur, megjithatë
duke parashikuar edhe ngjarjet e fundit që ka ndodhur në gjykatën e apelit, ku ekzekutohet në detyrë duke dhënë vendimin edhe gjyqtari Astrid Kalaja, problematikat në Shkodër dhe sidomos me çështjen e pronës që kanë edhe në gjithë Shqipërinë, po kryesisht Shkodra që nga shumë problematike, bisi më the pak më përpara është një çështje lehtësisht e zgjidhur, por që ja kemi 16 vite zotrin, 42 vjeç, babai një 12 vjeçari i cili nuk di se ku do kthehet sot. Në familjen e Ishvjerrit nuk mund të kthehet. Atëherë, le të ndalojmë pak bashk. Ti dhe zonja juaj, pa i përmendur emrin, pasi ka kaluar një situatë shumë të rëndë emocionale, do doja të dija si jeni njohur ju me njëri tjetrin. Na jena njoftë, mu më ka bëj djalaçet për gurizi. Me ndërmjetësi? Po. Ti jetoje në Shkodër, në shtëpinë e prindërve të tu, apo jo? Po i martu me këtë. Po, do doja të dija, sa jetove në shtëpinë e prindërve me bashkëshorten tënde? Kam jetu, kura ka nëna gjallë, kam jetu me nanën. Sa vite, i martuar me nënën? Me nënën si jam kënë me nënën bashkë. Po pra, nëna, ti i martuar së bashku me gruan, sa vite? Jam martu, kura ka nëna gjallë. Je martuar kur ka qënë, po sa jetove pra me nënën edhe me gruan? Unë kam jetu... Sa vite? Me gruan, kur jam martu unë kam jetu të shpia me gruan të me 12 vite. 12 vite? Po, që kina vu konore të na, që të shudo të me vu konore me gruan të me... Nëna ishte gjallë kur ti u martove dhe jetove disa kohë aty. Po, me nënë. Kush jeton të tjetër aty, në atë shtëpi? Aty jeton të veçëm unë, nëna, edhe vaj kishtë dhome në vetë. 4 Edhe aji i martuar? Po, edhe i martuar, se nëna, kur jena kanë me shpi, jena kanë me shpi me Qirana, të që ja kanë frazese, që i thonë asaj të ura drishbek, që i thonë për. Edhe aty a bo pavat. Aty që janë kanë kushi, kanë marrë lek, gjitha kanë marrë lek. Aty shë në jarri rrasë, nënë të steme, me thonë. E tha Fatmir Dracini, a den lek, a den shpi. Nëna i tha du shpi, tha se jam e djallë vogël, tha jam e vogli. Po i madhi i thash, më tha nëna është i dam vedi. Shumë vogël. Na dorë me për këto, morë me dho me kushinë, shkova vuna unë firmë kura ble shpia, me notere me tëna. Edhe, i thash islamit, na dorë me, të ti dhomen 4x4, ti mos dhe për shpijet. Si ti dhomen e ketanin, mos dhe, se nuk ka si ta prishaj. Pa gjithi. Jo, pëse dole ti me nënën tane... Po nëna, si ishte vetëm e jote, ishte dhe i ti? Po, pëse dole ti me te shpi, pëse tha, apartamentën, o, islam i thash, 2 apartamente nuk tjepa i, 1 apartament tjep. Si ty i thash, nëna ta ka pagu për 3 dhoma të Qiran. Dhomë shpijet, për 3 dhoma. Dhomën i islamit, 2 dhoma tona. Ti i dam vedi, që ki pun ti me nënën e me mu. Ti dhomën tane e këti deshe zëti, po jam e vu firmë, që vu një firmë të policia, arri policia, vu një firmë e shlej dhomën. E të unë për mos me elon rrugë madhe, veti 3 me fmit vegjit, me ta shpotët e une, dhe sa gjenë shteti shpi. Gjatë saj kohë ishe i martuar ti? Pa i martu më. Po. Nuk e le vlaj në rrugë, por a i sot ka 16 vite që të kalon rrugë. Po e di, po nuk e dash rrugë. Edhe i thamë une, hajde fotët e une, një se unë në rrugë, vate shumë në rrugë, nuk mund të alo. Po ju një dhome i guzhin kishit? Po i dhome i guzhin, po si jetonit aty? Edhe nëna, edhe ti edhe gruaja? Nënën e ka marrë për menu që ja marrë të une. E ka marrë për të që u bana me fëmijën e 7 gjanë, me grunë teme. Edhe, si ishte e zoja ma gruja me e majtë nëne. E tha vjerra së teme, shka të dhoma jote, se ti ke dhomen tane. Unë e burri, kena dhomen tonë. Shki pun ti. Asë jam të qita koridor, dhomen e keti. Ja, kështu, ja nuk e gjarri unë e vanë djallin të mjashtë, do të rritha me dvoglit. I thash, o nanë, me mu s'ke qarrin të natë. Mi i dhomë, unë nuk mund të maj. Se ti i dhomë me maj tonë, se nusjet e mu vesh sytë nëndës, nuk i takan. Kunor detja, kunor une, për sote nuk ashtë. Unë i kam thënë, hajde të une, nuk për të la jashtë, hajde. Dhe sa t'japin shteti shpi. Kur t'japin shteti shpi, thash, që i ke letër në srejmë, thash, edhe unë të marrë dhomen teme, se a dhoma jem atë. O dhurata ka dhomen e vetë të i nana, unë kam dhomen teme i to. Dhurata është motra juaj? Po, aja beqarja.
pra, nuk e qënë vetëm ti dhe nëna, që nëna zjodhi të rri me djalin e vogël që jeni ju. Ka qenë edhe dhurata. Ka qenë edhe motra juaj, e cila është beqare, apo jo? Po, që unë jam tapit të nana, unë të me thonë të rritën, unë për lizimin, unë e kam gurizim, unë nuk më ndërë shkolla. Se me ndërë shkolla... Po pra, se keni bërë pash-raportizimit tashmë tek banesa dhe tek vëndi ku jeton bashkë me gruan, tek Vjerri. Nuk jeton në Shkodër, jeton në tjetër vënd pash-raportizimi. Po, se më delë sistem. Të delë në sistem, e vërtet, e vërtet. E thash unë, me e hek për aty... Pra, në sa metra katror banes bëhet fjalë që ti... Ashtë 1 metër katror. Sa? 1 metër katror. Po jo 1 metër katror, se po flasim për një shtëpi, një dhomë e guzhin? Dhomë e guzhin aneks. Dhomë e guzhin aneks, aty jetonte motra beqare. Nëna ti me gruan, e cila ngeli shtazan, në atko dhe vlaji me bashorte, sa fëmi? Sa fëmi kishte vlaji në atko? 3, 2 djeme. Pra, një dhomë kishte vlaj bashkë me gruan e me 3 fëmijët, ti ku jetojnë, në guzhin? Unë jetojnë në guzhin, të dhoma madhe, që ka... Po? Të shunë e lashën atë. Po, nëna dhe motra ku jetonin atë ko? Në atë me muja dhe nana, ndesë nanën, ndesë e pra, të dhoma, të guzhina jetonte edhe nëna dhe motra dhe gruaja dhe ti? Po, 3 vetë, se gruaja nuk... Si vendosët të largoheshit nga banesa? Unë u largova me thënë drejtën, unë u largova për hallet. Kushta propozoj këtë largimin për shkuar të këshpia e Vjerrit? Ase Vjerrit nuk është tamam, është kunatës tënde që është në Itali. Nuk është shpije ti, por ju e përdorni për 16 vitesh. Kushta propozoj këtë variant? Unë përzone, me thënë drejtën, kur ka linë unë se unë për fëmijë s'kam ikë, se më s'kam ikë asë për... Pra, bashortja jote lindi në atë shtëpi. Po. Duke qenë se djali ishte i vogël, sot është 12 vjeç. Se kur i ra me bark të goja, me fëmi, se të shë, motra jeme, aja Albana, e pindoani. Të shtë të i thana se për shtetë të nëzim, të i thana, mos e pindoani se mund bandam. Se është normale. A për fëmi, ja nuk da kështu, fila i ti ra, ti që u shelma, e ka... Si, motra jote ka gjuajtur gruan tënde shtatzan? Po, unë të shty për me mrojt fëmin tëm, për mos me mytë, fëmin tëm, edhe mu mba shtynë, nëse nëna i thash, deli është mos më zumet pa ma këtu. Po ku shkoj motra? Ndërkohë që dilte motra dole ti pastaj? Po, i thash më të shëpë më ato, shku me masanina nuk e la policia mu afrit. Pra, ju e denoncuat në polici dhuratën? Po. Që kishte tentuar të qëllon të bashkërën tënde? Të doktorit e spitali, e kishte me letra me tana, e tha më së qaj kryti, i tha i doktorit se nuk talojmë na as mu afru, tha të banesa, juj. Për i këtë dhunë, tha se, që tha, ki tha afi i kam, tha kur e ka shpi, tha si i ka rafa. I ka rafa grusë nëne me bark të fëmija, po pak të fëmijën e keshë nashtë nuk t'i kanë. Morët atër urdhër mbrojtje, besoj? Dhe motra juaj nuk duhet t'i afroj shpis? Ja, nuk duhet mi afru asë banesa, kura ke nëna gjë nuk ja afru ishë. Po ku jetoj motra juaj? Të burri vetë. Po ti the është një shbeqare? Ja, kja që jashtë e martu me këtu. Kjo e martuara? Po, i që i kja i kara. Kjo i kara? Po. Ale, i tha policia mos mu afru. Se këj polici që i punot e me nërimin e shvet, e ka kushi, i ka thënë Albane, mos i afro se i kera fëmisë më barka dhe kje për prokurorisë. E i pa ditë në policia. Mori dënim motra jote që i gjuaj ti gruas shtatzan? Ja, mori dënim. Vetëm ju pa isët më urdhër mbrojtje, por ikët nga banesa. Ky ishte momenti që ju vendosët për t'ikur nga banesa. A unë i thash po i thash nga banesa, se unë nuk rrjet, a kunora i, kunora unë. Fitim, në një farë mënyre, e gjithë kjo histori, mos u bëj që ju të largoheshit nga kjo banes, si që jeni larguar për 16 vite? Jam larguar për 16 vite. Po pra, jeni larguar, mos u bëj i gjithë kjo skenar, duke qëlluar gruan tënde dhe shtatzan? Po, për atë punë kena ikna, për gruan shtatzan. Kush e propozoj që të shkonit tek familja e bashortes tënde? Ne, të që... Kush e propozoj? Gruja, të që hajde të që unë me elan grunë edhe, një ikë me vjarrin e vetë. Se kur lini fëmija arri vjarri vetë e mori, që i doli për spitali. Vjerri jotë? Po. Baba i saj? Po, fëmija kur linit duhet me linë të shpia jeme. Zi që bajt e deti për qa muj. Edhe nuk, vjarri tha nuk mund të latha të shpia jo, të tha pa e marrën tha ne. Po. I tha shune, arri unë këto se mos bevune. Po. Pak të mos ashtajoni këtë dhomë. Po. Ja, tha hajde, tha se nuk ka puna, nuk ka kënë rëngruja me fëmi, a fëmija vogël. Pra ishte një marrëveshje midis vjerrit tënd, sepse ai kërkonte të mirën e vajzës së tij dhe të fëmijës të nipit, ti the të rri në shtëpi dhe të mos e lëshoj dhomën që unë e kam fituar. Edhe kënë tha mu të
Ka për, se unë e shtova dhomen, edhe këmë tha mu, rretha në Greqia kënë kë, rretha nuk gjallë kush për jashtë. Po? Deri sa gjeshta shpinë tane. Se tha nuk ka në emër të më shpi jashtë, në emër të vaj së zi që tha në Italia. E tësh, tjetë që e ka në Itali, mu nuk është i zoti këtë është me majtë ma, se këtë është ka vënë tjetër. Mirë, le të ndalojmë pak e komunikimi i juaj Fiti me familjarët e tu, me vllajën edhe me motrën. Nëna ndroi jetë gjatë këtyre 16 viteve, ju jetuat në shtëpinë e Vjerrit, por ktheheshe her pas here në banesën tënde? Jam kthy, nuk s'më pranojnë mu. Si nuk të pranojnë? Nuk më pranojnë ikset për banesët. Pasi lindi gruaja, ti mbas sa kohë shkove në shtëpinë tënde? Më kam shku për 7 muajve i shtu, që kam qu tesha të në të mija. Bas 7 muajve shkove në shtëpi? Po, shkova në shtëpi për s'moj. Të pritën familjarët e tu? Më tha... Vlaj, motra, nëna? Ja, motra në kisha në Itali, nuk e kisha në Shqipë. Po, vlaj, të priti nëna? Vlaj edhe nusja vlaj ti ishte në Shqipë. Po? A më tha mu, po, mu më tha dhërata, tha, mos me ta hap dhere. Po, ka të kena tha vla, tha, po ta hapin dherën, tha. Po, si i thashtë ishte, mos me hap mu dherën. O dhoma i thash, ashtë e jamja, i kja dho. Po, ti i thash, nuk ke dhomë të. Ti si më thu mu të që unë e pak e në motë. Motra ka shpini, thash, dhëratën. Unë nuk jam të qërë jashtat, e ka dhomën e vetaja. Unë kam dhomën teme, dërë të sigavin. Dash dhomën e nënës, dash dhomën teme. Po, këtën unë të këta ja dhomë, po, këtën ka nana. Se me ligjë, unë e ka me letër, se tha dhe polici i përësit, me ligjë e mërë, tha. Si i ke, tha, tana tuja, tha, letër tuja, tha, me tapije, me tana, tha. Qartë. E mërë, tha, me ligjë. Po ke tha nuk, se i kishin kape dhe policia. Gjatë kësaj kohë, nëna juaj ka ndruar jetë. Në momentin që nëna juaj vdiq, ti shkove, e përcolle për banesën e fundit, more pjesë? Në varrimin e saj? Në varrim kam shku, veçën për buk nuk kam nejtë. Për buk? Nuk i ke ngrënë as bukën në nënës? Ja. Pse? Për s'kam nejtë, se do të me që me shku në gurëziun për, ishte vojë. Të lutem, a mund të më thuash kush të lajmëroj që nëna vdiq? Më lajmërune në gjemë të aqë për dragocit. Pra, djemë të gjëgjallarve dhe jo motrat edhe vlezit e tu, që nëna ndroj jetë. Nuk kam di gjatë se më ka dekë. Arri Tajiri i zonë Sperasit, më tha Fitim, ka dekë, tha Titerja. Nana jote, më tha dhe me shku, tha për mirën tane e ke, tha i tha Tajiri, se nuk e ke për mirën tane, tha. Besoj që kam betur pengë? Se tha unë jam tit një mu, tha, për me shku. Në fakt, zotin Tajiri edhe unë e përshëndes, se për rastin e bashortes gjatë fundjavës dhe gjendjes së rënduar psikologjike të saj, ishte i pari që në ndërmoj. E i tha më se qaj kryt një më i den pikë funit, tha. Pa tjetër. Besoj do të ketë mbetur peng që nuk e qënë aty në momentin që ajo ka dhënë shpirt. More pjesë në varrim, por nuk i ke ngrënë bukën si pas traditës. Dhe të gjitha këto vinë si shkak se... Për zote me thonë drejtën, ta nana kura kënë gjallë. Aja i bate të nga tresë, të që në neti një, të që nga tresë me va, për të që bani të që të në verën, unë e kam bojë të në verën, aja i duhet me pagu të qironë e shpisë mu, temen, që më ka të zënë dhomen. E qartë. Të kanë zënë dhomën dhe për 16 vite duhet kishin paguar qëran në thua ti, por ti tashmë nuk e banes, por të rikëthyër vetë aty, sepse edhe bashortja juaj në komunikime, mua më tha, zonja e vis të lutem, të mos më rikëthejet më në shpinë e prindërve. Më ka hapur kaq shumë të lashe? Po nuk kam të shabajmone. E qartë. Ne do mundohem të negociojmë me zonjën, por çështja juaj ligjore si pas këndvështrimit të dy të ftuarve, por që do ta përmendim pak më vonë, shumë e thjeshtë, por nuk e di pse është koklavitur në këto 16 vite që ka çuar drejt vetvrasjes edhe bashorten tuaj. Megjithatë, tentativa e vetvrasjes kishte të bënte me përdorimin e një videoje kur telefonon gazetaren dhe kjo e fundit i ka përdorur videon pa i marrë miratimin, madje zonja juaj deklaron që gazetari si ka thënë vazhdimisht që mos më nxirr videon dhe shpërndarja e kësaj video e ka bërë pastaj që me familjarët e saj të jetë në konflikt, me bashortin të jetë në konflikt dhe në dëshpërim e sipër ajo mund të bënte edhe fatalitetin për jetën e saj, por që në kohë rekord kemi mundur ta mbyllim të gjithë këtë histori dhe ajo të rikthehet jetës së saj pranë fëmijës, por bashortin thot mos ma riktheni më në familje. Ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni.
Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë të emisionit, përpara se unë të kryej një telefonat me njërën prej motrave tuaja, se jo çdo familjari kam numër telefoni, unë shpresoj që zonja të bashkëpunoj me ne dhe të më japi numrin e vllajt dhe të motrës që qëndron pikërisht në pronën tënde, ose në pronën tuaj të përbashkët, sepse do më flasin në specialistët pak më vonë. Gjatë gjithë këtyre viteve që ti jeton me bashorten, unë e di që ti je invalid, apo jo? Po. Ti nuk punon? Ja. Nuk punon. Bashortja punon? Ja, sa janë nuk punon. Po me çfarë ardhurash jetoni ju? Në me atë kemp që marrë punë. Vetëm me kempin që ti merr. Po. Ti e di që të drejtat e tua si qytetar, plus edhe të drejtat e tua si invalid të favorizojnë për çështjen e pronës? E ke kërkuar ndonjëherë këtë? Po, e kam kërku. E ke kërkuar? Ku e ke kërkuar? Gjithë e kam kërku. Si? Polici. Çfarë të thonë institucionet ty? Kam shku kam baba di, jasat janë nesër, jam pret, jasat janë nesër, policia mu nuk më qërë rrugën tjetër. Veçëm sa duhet me prit aja. Si me prit Qiko, kur është hera fundit që ti e përballur me vllajin dhe me motrën tënde? Për çështjen e shtëpisë? Unë jam në perash. Jo, që je përballur në kuptimin e shtëpisë tënde. Që i ke thënë, unë duhet vi në shtëpinë time tani. Po, i kam thënë, unë duhet vi në shtëpinë time. Po. Ata më kanë thënë, ti hajde. Po atë nusën tënde nuk e dojnë. Nuk duan nusën tënde? E di bashkëshortja jote që nuk e duan njerëzit e tu? Po nuk e dojnë atë, kur nuk e dojnë atë, me sallon po shtëpinë më saj. Më falë, po pse nuk e duan bashkëshortën tënde? Po se dojnë, se nuk e... Ishtu puna, ka pa dalë për shpijet, kja ka pa ikë. I ka dhonë me te. Më falë, pa ju ishte shtazan dhe ura nga motra jote. Si të jeton të në atë shpi? Pastaj çlidhje ka vllai jot me rajin që motra jote i bëri bashortës tënde. Po ka pa ba fjallë me detën për punë shpisë. Për me liru të në dhomë, për me fut nanën kura kënë gjallë. Po. Se i tha detës. Po. Në nuk jena zëtë tha me mojtë në ti të nanë, vjarën teme. Vjarën jeme ka dhomën e vetë, ka dhomën kërë ke ti. Istam, ti moje, mojti sa mojti, pas i disë nana, e të shë mori dhomën. Tha, mu më tha ma kala nana, po jeme si ta kala nana i thashti. Me mune kam me letra me tane i thash. Ju keni bërë çeljen e aktit të trashëgimisë pas vdekjes së nënës, keni shkuar në gjykatë për ta kërkuar? E kam bë me tane, e kam bë me që kam edhe certifikatën që e kam bë të nënë, sune. Pas vdekjes së nënës? Po. Ti je i sigurt që nëna dhomën e saj ose dhomën tuaj, se keni qenë në një dhomë të dy bashkë, nuk ja ka lënë djalit tjetër Islamit? S'ja ka lënë se s'ka pas dhomë aty Islami. Nuk ka pas dhomë. S'ka pas dhomë aty. Jo. Kjo është në fakt edhe certifikata e pronësisë që vërteton që është të pronë e jotja. Unë kam pas dhomën teme, nana kura kanë gjallë, ka pas dhomën e vetë ti nana. Qartë. Aty kua është Islami. Po. Unë kam pas dhomën teme kua vërata, që ka dhomën i tësh. Aja kanë dhoma jeme. Se unë kam raftin e grusën aty mërë. Kam edhe pajen që e kam. Po pajen mu ma kanë tret ata. Në ja kanë shpërthuj si derë. Në fakt, unë po telefonoj njërën nga motrat e tua, e cila në numrin e saj të telefonit nuk përgjigjet. Ju thatë që ajo ndodhet jashtë kufinve shqiptar tek fëmia e saj, tek vajza në Itali, por ndërkohë e shoh që edhe në WhatsApp ajo nuk ka internet në këto momente. Pra nuk mund të kemi një ballavaqim tuajin me të. Megjithatë, problemi i pronës të ka sjellë probleme edhe me bashortën. Po, të shoh probleme, o të shoh o mu do të shumë me te, ose... Çfarë ndodh në qoftë se ti shkoni vetëm në shtëpinë tënde? Çfarë ndodh? E ke provuar, e ke tentuar? Unë e tha, e kam thënë edhe grusën, e kam përtitu, thash, po dajmë me mirë koptim. E unë e të thash, po futin certifikat me ta. Po certifikata është në emrin tëmë, se të futesh në certifikat me ta? Po është edhe tapi, kanë edhe tapi ata. Çfarë tapi e kanë? Tapi që kura bli shpia. Pra, edhe ata kanë tapi edhe ti ke tapi? Po, unë ata kam që atë tapin që kanë ata, unë e kam që tupën. Unë e kam bo trenë originalen, që më ka arë për Tiranet. Po? E kam bo tre unë. Po? Edhe atë, do të kene halë nujë, sa janë nuk i pinuj tapijat që kanë ta. Unë kam tapin originale, komplet. Kam me letra, me qërë, me bile dhe me venim gjikate që e kam fitu gjikit.
Gjithsesi, ti je gatshëm domethënë të bësh kompromis me bashorten tënde, të ndaheni me mirëkuptim. Çfarë do thotë të ndaheni me mirëkuptim? Pra, fizikisht që ti të rrish në banesën tënde dhe ajo të rrinë në banesën e prindërve? Po. Çfarë ndodh nëse ajo do vi në pronën tënde? Sinova si që Se zakonisht shkon gruaja tek burri, jo burri tek gruaja si në rastin tënd. Unë tash me thënë drejtën unë du me hekë. Natë që e kam unë ngurëci, du me e prunë Shkodër. Pakten, si mos salon ngurëci une. Në dje. Po. Dhe edhe, pakten futën certifikat me ta une, se unë tapit që e ka motra, jam edhe unë tapi me ta. Po pa tjetër që je. Jam une. Po të shmu ki polici i perashit, mu më tha ke veçëm, ke koridorin edhe banjon. Po pse kush është polici i zonës ku ke banesën ti? Për të vendosur a ke koridora banj, polici i zonës, operativ i zonës, nuk është gjukat për të vendosur teritoret brenda një banese. Po, i thashën e, ti i thash me një mu, i thashën, jam me ma dhanë shqel me një thash. Se unë e di i thash, se ti më thu, ke banjon e ke nevajtoren, unë nevajtoren nuk kam as banjon, unë kam veçëm vomën ko ka vaj. Radi shivi letra veti thash, me tëna. E qartë. Hajde sa të kona, sa perësha, bala faciona me të, ti shop letrat tëna, i pa letrat, sa ke rego, sa e mërë, sa me liqë, janë në mërë tënë, sa komplet. Në për i thashën e të që, të që, prit sa kushite. Prit sot e prit nesër kanë kaluar 16 vite. Dhe po të kushton martesën tënde. Po, dhe sa qite, po sa qite. Lutja e vetë me bashortes tënde ishte, zoti Fitim, që ti të mos ktheheshe më në shtëpin e prindërve apo të motrës së saj. A pa mos me shku më onë atë. Po çfarë do bësh me martesën tënde? Unë thash, pa da me mirë kuptim, thash, si për shamo me mirë kuptim. Ja, në qoftë se ti do shkosh dhe të trokasësh në banesën tënde, qelës ke? Disponon qelës të asaj banese? Ke qelës? E ka konata, nuse vaj. Po mirë më, konata ka qelësin e saj për të hyrë në dhomën e saj. Ti ke qelës, do t'i biesh ziles. Ke tentuar t'i biesh ziles të futesh? Kur ka qenë era e fundit që ti ke rës ziles dhe je futur brenda? Më kanë fut mu men. Si? Nuk kanë futur? Po pse nuk flë aty ti? Po në aty të që unë du me fjet. Du me fjet. Aja më thët... Kush ajo? Nusja Islamit, detja. Po, kunata po? Më thët mu parë, motra thët për Italijet. Po ç'pun ka motra? I thash, ç'pun ka motra jemi, i thash, motra jemi ka dhomën e vetë, i thash, unë kam dhomën teme. Ti i thash i to. Shiko, zoti Fitim, se po flasim për një dhomë e një kuzhinë. Ndërkohë që ti thua, njërën dhomë e ka vllai, me gruan edhe me 3 fëmijët. Kuzhina është e jotja. Motra çfarë ka? Aneksin ka? Ka dhomën ko ka nana, ko ka pasë Islamin. Aja dhoma vetë. Ajo është dhoma, pa aty rri Islamin. Ç'pun ka kunata të thotë, prit vi motra nga Italia. Ajo ti, kur të vi motra nga Italia, kunata e saj, ti liroj dhomën e vetë po të doj. Po pra, ti lirojnë, i thash, ti liroj aja dhomën, qa ki pun ti me dhomën teme, djali jetë, i thash, ti vesi, i thash, se më flenë mu në dhomë teme. O Fitim, e ke kërkuar 16 vite këtë dhomën tënde, dhe pse nuk e qenë asnjëherë në dhomën tënde, se ta kanë marrë edhe atë dhomë që ke pasur. E kupton qa po ndodh? Kush jeton tani? Jeton vetëm vllai Islami me gruan e me fëmijët? Se motra është në Itali, thua ti? Po, pa ja vjen. Po mirë, vjen her pas here. Por shumicën e rasteve jeton vetëm vllai. Po, vllai jeton dhomë tjetër, që ka dhomën, motra. A e përdorin edhe kuzhinën ku jeton ti dhomën tënde? Ja. Nuk e përdorin? Ja, veçëm djali Islami. Ajo është e mbyllur me qelës? Po. është e mbyllur me qelës, atë qelës e ke apo nuk e keti? Nuk e kam unë, atë ka motra në Itali, unë s'kam qikë. Pra, motra thua ti që e ka përvetësuar? Po. Shumë e çuditshme rasti i jot, megjithatë ti po humb gjithçka, ke humbur familjarët e tu, ke humbur nënën tënde nga kjo jetë. Që me mo? Me motra e me vëllezër nuk flet. Ja. E vetme familja jote është bashortja dhe djali. Kjo fundit thot jam lodhur, thot me Fitimin dhe të lutem të mos kthehet më në banesën e prindërve të mi, e ka shfrytzuar për 16 vite, e kemi shfrytzuar të dy bashk. Tani Fitimi duhet kthehet në banesën e tij. Je invalid ndërkohë? Po, në duhen, thash me hitë e banesa jeme, zdu gjatë tjetër. E qartë. Dhe certifikata pronësisë është në emrin tënd. Dua të ndaloj... Mos flej pak të në rrugë madhe. Visi, është momenti për të folur ti, po të kërkoj pak mirë kuptim, sepse më duhet të lidhem edhe me palën tjetër, ndoshta nëpërmjet
edhe operatorit të zonës, policit të zonës, mund të lidhemi me familjar, por edhe vetë polici zonës mund të na thotë në lidhje me këtë konflikt. Eksena, konflikt të jetë banal, i treguar me shumë qytetari, me shumë urtësi nga Zoti Fitim, në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ai ka shumë për të thënë, por ndërkohë ka kërcyer gjithkënd, duke filluar nga bashortja e tij, tek familjarët, tek vllai, tek motra, me atë urtësinë, qetësinë që e karakterizon, po tregon vetëm majën e icebergut, po unë them që nëse do zbërthejë 100% kjo çështje, do dëgjonim çudirat ashtu siç u paralajmërua edhe nga kryeredaktori i emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj në kronikën e saj. Është e vërtetë e vis, sepse shpesh ne tregojmë dhe analizojmë ngjarje që nuk kanë logjik. Dhe në këtë rast, ne kemi analizuar dhe raste të tjera ku konflikte në familje, vëllezërit dhe motrat trajtojnë njëri tjetrin ndryshe mbasi prindrit ndrojnë jetë, dhe specifikisht në këtë rast kur ka një diagnozë klinike. Në ajo çfarë kuptohet, pikërisht vëllezërit dhe motrat e kanë trajtuar sepse është i pamundur për të mbrojtur vetveten. Pra nuk kemi një diagnozë klinike, të cilën individi është i pamundur pra për të mbrojtur atë çfarë është prona e tij. E lexoni në dokumenta atë? Po. Që mund ta paraqesim edhe te kamera, po deshet? Është pra një pamundësi intelektuale, e cila nuk na jep atë rezultat që ne kërkojmë në raste të kësaj natyre. Pra ai nuk e mbron dot, dhe e ka të dokumentuar që nuk e mbron dot vetë. Dhe pikërisht për shkak të kësaj, familjarët vetë zgjedhin që këto diagnoza meritojnë që personat të mos jenë pjesë e trashëgimisë familjare. Pra, kemi disa njësër diagnozash fizike dhe mentale? Ka një diagnozë kryesore që është fituar në fëmijëri dhe sigurisht ka patur vështirësitë e saj me rritjen. Por edhe nga ecuria e kartelës, shihet që janë shtuar pra disa sjellje të vështira pikërisht për shkak të konflikteve familjare. Që ne themi që shëndeti mendor vërtet është një shëndet mendor, por ai bëhet i vështirë kur familja e përjashton, kur familja e konsideron të parëndësishëm. Pra duhet mbrojtur dhe me të drejtë ngren pyetjen përse institucionet, përse ligji nuk i mbron dyfish personat që kanë një diagnozë të kësaj natyre. Sepse jo 16 është lënë një anë nga familja për të mos u zhvilluar pikërisht intelekti i tij, thoni ju. Pikërisht pa arsim, pra për shkak të kësaj vështirësie nuk është krijuar mundësia për arsim, edhe pse sot krijohen mundësit. Pra ne themi sot që çdo specifik shëndet mendor i jepet mundësia, në ajse mundet të arsimohet. Ama në studion e emisionit Me Zemër të Hapur kishte një vijë logjike shumë të qartë, të thellë. Aq mundësi pa tregoj gjithë vështirësinë e jetës së tij. Dhe kërkon atë të drejtë që është normale dhe prandaj dhe nëna e ka mbajtur gjithmonë afër, pikërisht sepse ajo ka qenë faktori kryesor që e ka mbrojtur. Por nuk ka mundur deri në fund ta mbaj afër, se kur nëna ishte gjallë në momentet e fundit, ai është larguar për shkak të dhunës së gruas shtatzane. Kryesisht nga motra. Nga motra. Do të thotë që mënyrën se si trajtojnë djalin automatikisht e merr dhe partnerja. Pra kjo është vështirësia, pra nëse ai ka qenë i pamundur, automatikisht zonja është trajtuar njësoj siç është trajtuar zotëria. Dua ta pyes pak zotin Fitim. Zoti Fitim, ju nuk keni shkuar asnjëherë në shkollë? Jo. Ti nuk ke asnjë klasë shkollë? Ja, kur kanë baba gjallë, ja, se a kanë kohë. Ke shkuar ndonjëherë në shkollë? Di të shkruash, të lexosh? Ja. Nuk di as të shkruash, as të lexosh? Ja, s'e. Kjo e bën të vështirë pikërisht mbrojtjen e vetvetes dhe kjo dhe shpjegon pse kjo ngjarje është pa logjik, sepse e trajtojnë si një person i cili nuk mundet të trashëgojë asgjë nga familja. Unë kam pa ike, se unë citate që unë kanë pa ditë. Kush të ka pa ditur? Dorata Qela, istam Qela. Vllai dhe motra jote. Por çfarë të kanë pa ditur? Më gjyqë, që unë jam kënë, që unë kam pas apel. Por çfarë? Për çështjen e pronës? Po, për i këtë pronë. E mutesh, unë kam pas, me thonë drejten, në avokat, unë kam pas Barlin, Barkadri. A i tash mu më ka ullë poshtë. Se unë gjyqin e pare e kam fitu une, që e fitova. Po? E fitova prap gjyqin e dy që jo ba në Tiranë. Po, apelin, po? Apelin. Mu më havim, kënë fa Barlit të kanë havë poshtë. Se kanë marë, të kanë havë poshtë, se kanë marë avokat edhe ata, tha.
Po patjetër, gjithsecili prej jush ka avokatët mbrojtës. Nuk ka lidhje kjo, a ka pala tjetër avokat apo jo, sepse gjykata dëgjon të dyja palët, të dy avokatët e palëve. Megjithatë, e rëndësishme është që ti je 42 vjeç, je invalid, e kupton? Dhe ndërkohë ti nuk e bër as edhe një klasë shkollë dhe një 42 vjeçar nuk di as të shkruaj dhe as lexoj. Dhe çfarë është më e rëndësishme, sepse pra për shkak të diagnozës sigurisht që ka patur dhe sjellje po themi ndoshta agresive, po pikërisht kjo është e rëndësishme që shëndeti mendor vendoset një diagnozë që të mirë menaxhohet, jo të keq menaxhohet, sepse është thjesht një diagnozë. Nëse e keq menaxhon, do thuhet që ja është I tillë dhe nuk meriton asgjë. Pra është shumë e thjeshtë një specifik shëndet mendor ta nxjerrësh në atë rezultat për të cilën është diagnostikuar. Dhe pikërisht besoj që ky nuk është arsyetim nga ata që mendojnë, se si të vuash nga probleme fizike dhe mendore, si të jesh një njeri I cili nuk ka kufizime të tilla mendore dhe fizike, prona I takon gjithsecilit. Pikërisht, nuk e përjashton. Shiko, ata motra dhe ato vëllezër nuk e përjashtojnë dot gjakun e tyre që ky në certifikatën e trungut familjar tek e fundit është vllai I tyre. Po kjo sjellje që ata bëjnë është sjellje që tregon përjashtim. Pra nuk hapim dot derën. Sa e rëndë është të përjashtoj familja jote, prindrit e tu, vëllezërit dhe motrat. Po këtë specifik, patjetër që është nëse për një person pa një diagnozë të kësaj natyre, mund të jetë 1 apo 2 herë vështirë, por këtë është 10 fish e vështirë, sepse ka një diagnozë që nuk e lejon as të mbroj vetveten, as të argumentoj vetveten, dhe kjo çfarë trazirash emocionale ka fitimi se nuk arrit ta kuptoj. Shikoj syt me lot, por shikoj një rrjedh logjike të menduarit dhe të arsyetuarit shumë herë më mirë se sa arsyetimi që u shpjeguat. E shpreh nevojën, pra do dëshiron të jetoj në shtëpinë e tij, të jetoj me atë familje që ka krijuar dhe të lihet I qetë, të vazhdojë në atë pamundësi që ka të vazhdojë jetën e tij, se është përpjekur të ndërtojë pra një familje. Dhe duke e orientuar drejt agresivitetit, pra duke e ngacmuar, duke mohuar të drejtën, sigurisht situata bëhet më e komplikuar. Mirë, dua të ndaloj pak te Fitimi marr shkas nga gjithë komenti yt I deri tanishëm. Zoti Fitim, kur kam folur me bashkëshorten tuaj tha, unë nuk e kam ditur që Fitimi ishte person me aftësi të kufizuar. Asnjëherë nuk ma kanë thënë. Pra, personi ti the jam martuar me shkuesi. Po. Unë e kam kuptuar gjatë kohës së martesës. Pse ke fshehur ti? Ose shkesi, pse ka fshehur? Kja ka në martu me ja, nuk se jeme. Po? Unë e ka marrë me paj, se burri vete ka palujt komare, bigjese. Pra, ajo ka qenë një herë martuar? Po, e martu. Po? Nërës. A këllë thote komare kështu gjanës, bigjështi e kështu. Edhe mora unë, ma bo një djallë që tu nisha t'i punu te e këtë në perash. Po mirë, pse nuk I tha që ti kishe probleme fizike dhe emocionale, pse nuk ja tha? Sepse ajo nuk e dinte, ajo e ka kuptuar gjatë kohës që ka jetuar me ty. Pse e mbajtë të fshet ju? Nga se të vjen turp ty? Nga, mu më vite turp për vedit, se me ullë vedin unë e me thane. E qartë. Po, të në ati së të njësën që janë Greqi nuk musha me thane se. Në kuptoj. Se e thëtë mi pa thane, e thëtë në jama nuk ta ja bojësën, se kur je invalid thëtë bojësën e mojnë shpithët. E kuptoj dhe kjo ka sjell edhe probleme gjatë gjithë bashkëtesës tuaj, pra. Nuk e gjata nuk ka një, me ajsa të regoj, nuk del në pa nëse kam patur një jetë vështirë, pavarësisht kufizimit që ka patur, ka arritur të ndërtoj, ka jetuar në familjen e zonjës, kanë jetuar. Gjithsesi, pavarësisht... Vazhdojnë jetojnë, për 16 vitesh. Po, në bujë, prapë, unë du m'ikë në banes të më, unë du me netë më të këta. Nuk dua të rrimë më atjetër. Sepse sigurisht... Sepse është pronë e dikuj tjetër. Ata kanë specifikat e tyre dhe... Po, pa tjetër. Me logjik, pra, shko sa ti ke një pronë të ndër... Unë quem si kolovar atë. Është një terma emërtime. Emërtime që gjithmonë më shumë rëndojnë situatën dhe qojnë edhe në ato sjellje që shpesh ne I analizojmë si ekstreme, sepse pikërisht krijohen kushte që të shkojmë te atyre. Në fakt edhe për zonjën duhet të kishim analizuar pak se është në një gjendje shumë të rënduar, kemi parandaluar një suicid, e thash edhe një herë, por zotria tregoi edhe të kaluar në saj shumë pak dhe mua më vinte shumë rënd tha që ti tregoja problemet e mia fizike dhe emocionale. Kalojmë në hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni.
Rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit, pas kësaj hapësire të dytë dhe të fundit publicitare, shikoj që vazhdimisht në tryezën e profesionistëve, avokati dhe psikologja konsultohen me njëri tjetrin. Është momenti që ne ta vijojmë komentin e psikologës tonë dhe të dalim tek gjithë problematika. Do më lejosh vetëm pak, më duhet të marr zotin Mill, i cili është edhe polici i zonës ku ndodhet banesa. Shpresoj të më përgjigjet. Në vend të palës tjetër, të paktën kemi edhe policin e zonës, i cili edhe mund na ndihmoj me ndonjë kontakt të vllait apo edhe të motrës, sepse për 16 vitesh ti nuk komunikon me ta. Presim, bie zilja në fakt. Dhe unë shpresoj që zoti Mill ta hapi telefonin. Kur është era e fundit që ke komunikuar me Millin? Në pera që kam takuar. Kur është era e fundit, para sa kohësh? Kam të gjëmon tjetër që ja rem. Qartë. Në bile dikosh më ka dhënë numrin e tij. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, me zotin Mill flas? Po. Unë jam Evis Ameti, drejtuesja e emisionit Me zemër të hapur në televizionin News 24. Si jeni? Po të resh e të mirë. Në fakt, ditën e sotme në këtë studio, po trajtoj një çështje prone në qytetin e Shkodrës dhe banesa Çelaj ndodhet pikërisht në zonën që ju mbuloni. Po. Në studio kam zotin Fitim Çelaj dhe tregoj që ka pasur një komunikim me juve. Po. Dhe ju i keni deklaruar që vetëm korridori dhe tualeti është i tij. Jo. Sepse unë kam një certifikat pronësie zoti Mill që i takon zotit Fitim Çelaj ajo banesë. Po në kanë qeshtë të gjikot. Në shkot, por e ka fitu për. Po? Po ata vëllai modra kanë quar në apel. Nëse ja bënim apel, e kam sqaruar 20 herë me ata oficerin e krimit e kanë sqaruar. Dinaj. Po mirë, zoti Mill, duke qenë se gjykata e apelit nuk i ka njohur të drejtën as palës tjetër dhe as fitimit. Fitimi duhet të rrinë në pronën e tij derisa të kemi një vendim të formës së prerë, apo jo? Po vetë ka i prej banisë, i kam takuar 2 vllazë të bashkun. Po? Edhe motra kanë në Itali, kanë rënë dakord. 2 variantet janë. Edhe kur të vinë motra, bëhen 3 bashkë, bien dakord, ka thënë ai vllai. Po? Edhe i kam sqaruar se ka çështën gjykat, kur t'japin vendin gjykata apelit, atë përmarrimi është vetëm vetë. O zoti Mill, e di si është çështja? Çështja është që i ka lindur probleme për shkak të pronës edhe me bashorten. Ai është invalid dhe duhet të kthehet në banesën e tij. Ka një certifikat pronësie, ashtu siç pretendon dhe pala tjetër. Të rri në dhomën e tij, aty ku ka jetuar nëna, dhe të vazhdoj bashkëtesën derisa gjykata pastaj të vendosi. Por ky zotëri nuk mund të flët dot rrugëve. E ka përzënë edhe bashortja, ka jetuar në shtëpinë e Vjerrit. Po mirë e di se ka jetuar atje. Po unë kam një certifikat pronësie. Pala tjetër, Islami ka certifikat, Dhurata ka certifikat. Unë kam quajtur te oficeri policisë gjyqësore dhe ka sqaruar vetë ai problem. Shiko, ju mund ta çoni, por ky zotëri ka një certifikat pronësie dhe do të hyjë në pjesën e tij takuese. As me zerras me fut kanë banesë se i fut përmarrimi edhe gjykata. Zotëri, fakti që nuk ka jetuar aty 16 vite nuk do të thotë që nuk ka pjesë të tij. Përderisa qytetari ka një certifikat pronësie, le të qëndroj, ashtu si edhe pala tjetër, kundërshtare që po kanë zaptuar një banesë dhe po jetojnë në këtë banesë. Derisa gjykata të japë një vendim të formës së prerë, edhe ky qytetar duhet të hyjë brenda. Po mirë, po vetë ky ka dakord si beprit vendimin e gjykatës. Po tani si e kam. Të lutem, atëherë, zoti Mill, mund të më nisni pak një kontakt të vllait të Islamit apo edhe të Dhuratës, se duhet pyetur në këtë studio dhe pala tjetër. Son lojë jam po shkëtë shtëpia jam marr numrin e tij. Okej, të falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit. Kjo ishte përgjigja, nuk e dija do ta komentosh. Eksena, e shikoj që gjatë gjithë kohës mban shënime. Ta pyes pak Visin duke qenë se jemi edhe në këtë përballje me policin e zonës. Atëherë, Vis, çfarë situate ligjore jemi? Tani faleminderit për fjalën. Atje pikë pari është një çështje shumë problematike zgjatur në vite. Çështja fillon që me dokumentacionin që na është vënë në dispozicion nga zotëria. S'është i pakët, është i plot. Është voluminoz, por nuk është i plot në lidhje me trajtimin e plot. Tani ne pretendimet janë për një vendim gjykatës apelit që ne nuk e kemi aktualisht.
Jo, është në gjykim, në gjykatën është në gjykim. S'ka marrë ende formë të prerë. Ama, gjykata e shkallës parë i ka thënë të drejtë zotërisë. Atëherë, çështja ka filluar që në vitin 2007, kur familjarët, cilë rezultonin si qerargji në pronën e ish-pronarëve, e kanë blerë këtë pronë më pas tek personit i cili e ka privatizuar dhe e kanë blerë këtë pronë. Në këtë rast kemi të bëjmë me element të bashkëpronësisë. Normalisht motra edhe vëllai janë drejtuar me kërkesë padi për njohje pronar, konkretisht në vitin 2015, të cilë gjykata e shkallës parë e ka pranuar kërkesë padin sipas objektit, duke njohur pronarët si përfaqen takuese. Më pas rezulton që fitimi ka humbur afatet e ankimit, do me thënë ka bërë një kërkesë për i vendosjen afatit, që është çështje që është në gjykatën e apelit, cilët nuk kemi informacion plot në lidhje me fazën të cilën ndodhet çështja. Më pas është drejtuar me një kërkesë padi për pjesimin e pasurisë referuar në enin të 207 Kodit Civil. Normalisht është e drejtë fitimi që të depozitoj një kërkesë padi për pjesimin e pasurisë dhe përcaktimin e sipërfaqes takuese të secilit bërë bashkëpronarëve. Në këtë moment gjykata cakton, domethënë sipërfaqen takuese në apartamentin për 55.5 metra shkatror, e cila rezulton tjetë jo vetëm në pronësi të fitimit, por edhe të motrës, vëllait, normalisht edhe të nënës e cila nuk jeton në. Dhe në pronësi, në pjesën takuese të nënës, normalisht fëmijët futen si trashëgimtarë të pjesës të radhës parë të pjesës takuese. Takuese vetëm të nënës. Vetëm të nënës. Por normalisht ato kanë edhe pjesën takuese sipas vendimit të gjykatës. Mas ato që unë përshikoj, vendimi i gjykatës 2021 ka referuar në 154 Kodit Procedurës Civile, ka marrë vendim për kthimin e akteve, pasi nga ana e paditësit, edhe nga ana e përfaqësuesit ligjor, e cila është një këmbën alarm në fakt, e cila është një çështje është e kthyer, vetëm për shkak përket dëshmisë së trashëgimisë së nënës. Domethënë, vetëm për këtë dokumentacion çështja është e kthyer sërish dhe janë kthyer aktet. Jemi kthyer sërish në pikën 0. Të kërkoj ndjesë mbasi zoti Mhill po telefonon live në studio. Zoti Mhill? Po? I këtë numër ka ai personi Tanisa. Po, faleminderit shumë. Faleminderit, do mundohemi të ta kontaktojmë. Faleminderit. Atëherë sapo më erdhi edhe numri i zotit Islam, po? Ndërkohë flasim Zoti Fitim është një person me aftësi të kufizuar, pra sa e theksoi dhe eksena, normalisht ka një mbrojtje të veçantë. Ligji parashikon një mbrojtje të veçantë në përjashtimin nga tarifet dhe shpenzimet gjyqësore. Në këtë rast ka një mbrojtje edhe procesin ndaj të cilit ai duhet të fillojë, duhet të shqyrtohet në një fazë më të avancuar se sa proceset e tjera, dhe jemi në një fazë që duhet të ridrejtohet sërish me pjestimin e pasurisë. Domethënë, gjithë secili të caktojë pjesën e tij takuese. Ajo që më bën përshtypje normalisht është rekomendi nga pjesa e policisë, me gjithë respektin që jemi për uniformën dhe shërbimin që kryen ato, pasi ai sa parashtroi dhe fitimin nuk mund të referohen të marrin kompetencën në lidhje se kush qëndron në shtëpi edhe kush duhet dalë jashtë. Përderisa jemi në elementet e bashkëpronësisë, normalisht mund ta zgjidhemi një marrëveshje, por normalisht duhet i drejtohen edhe gjykatës për pjestimin e kësaj pasurie. Në këtë rast, pronari ligjor, edhe referuar në 149 Kodit Civil, ka drejtën e plotë të zotërimit, përdorimet dhe disponimit të sendit. Askush, pavarësisht lidhje familjare që ka, nuk mund të pengojë atë të përdorë pronën e tij. Në këto kushte, një veprim i tillë mund të konsiderohet dhe zaptimi i paligjshëm i pasurisë dhe është i ndëshkueshëm sipas në 199 Kodit Penal. Normalisht pronari ka drejtë në këtë rast fitimi, ka drejtë sipas në 608 të i drejtohet gjykatës dhe në lidhje me dëmshpërblimin material dhe moral. Ai ka drejtë të kërkojë edhe vlerën e qeras që do të kishte përfituar nëse do ta kishte përfituar nëse do ta kishte përdorur këtë pronë dhe si kompensim për dëmin e shkaktuar. Pra jemi në kushtet që duhet t'i drejtohet sërish gjykatës për pjestimin e pasurisë.
Në momentin unë e thash dhe deklarova që me bashortën kam komunikuar gjithë kohës dhe ajo thotë të lutem, bëj të mundur mos rikthimin e tij në banesën e prindërve dhe të motrës time. Pra, zotria, sa po dali nga ky televizion dhe të udhtoj drejt Shkodrës, ku duhet shkoj? Me pak fjalë Visi. Normalisht duhet shkoj në banesën në cilën është bashkëpunëtare në apartamenti për 55 metra shkatrore. Ju e dëgjuat edhe ballavaqimin që tha unë nuk fus qytetar në pronën e tij, por siç kanë ata një certifikat pronësie, ka edhe Kemi të bëjmë një certifikat pronësie e cila nuk është e zhënuar. Po bie Zilja dhe jemi lidhur drejt për drejt me Zotin Islam, shpresoj të na përgjigjet. Shpresoj të përgjigjet Islami. Kërkoj ndjes Visim. Presim, bie Zilja. Ku gjendet Islami në këto momente? Është në punë, në banesë? Tiranë. Në Tiranë? Po, se bën rrugë Tiranët. Është në Tiranë? Po. Çfarë bën në Tiranë? Faturim, këto autobuse. Është punon në Tiranë. Tiranë Shkodër. Është faturinë. Orna. Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Me Zotin Islam flas? Po. Zoti Islam, unë jam e Visa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Po. Atëherë, ditën e sotme kam të ftuar në këtë studio vllajën tuaj, Zotin Fitim. Po. Unë i kam kry punë vetë, të sot vinë edhe more. Nuk e kuptova, Zoti Islam. Tani, ai gjendet rrugëve sepse bashortja e tij nuk e lejon më të hyjë në banesën e prindërve të saj, se ka 16 vite që jeton atje. Do të kthehet në dhomën e tij. Mund të kthehet sot? Se ka certifikat, pse? Po ka certifikat pronësie, zotri. Nuk ka certifikat pronësie këy. Po unë e kam në dorë, si nuk e paska. Edhe m'hilli operatori i zonës tha që ka certifikat. E sekat. E ka nëmër të babës. Unë tu a ke nëmër të nëntës. Okej, ky ka ik vetë, ka ik të 17 jetë ka ik vetë, as i ka thonë... Zotri, e ka në emrin e ti, certifikata. Shivet është, ne kina bëj i muhabet me te. Por të vinë edhe motra... Po deri sa të vi motra, ku tjetoj ky? Atje ku është në Ngurëzi, ku ka shute e te... Jo, problemet me gruan nuk do thot që tjetoj bashkë me gruan. Nuk ka shanse me hija këtu... Po si më nuk ka shanse? A e ke invalid vllajën ti? A ka pjesë takuese në banesën prej 55.5 metra shkatror që jeni ju? Jena 5 vetë që në takojnë. Po pra 5 vetë që ju takojnë? Një vëmë i kuzhinë është, ka 4 milion e gjysë. Të lutem, atëherë, Zoti Islam, a keni qenë juve që ju ka marrë ky vlla dhe ju ka thënë hajde qëndroni në një dhomë kur ai së bashku me nënën e përfitoi këtë banesë? Po si ka qenë e vërteta? Po? Ja, veç arën, se nënën e ka majtu, dhe ka i ka, ala ka dek nënë, po pse iku ai, pse iku? Zoti Islam, pse iku ai? Pse iku? Ka ik me qoqen vetë. Po aja rahën shtatzan, motra juaj i të qoqen. Nuk e ka kërkush në botë. Po, a i iku për momentin që të shuan të problemet. Tani kërkon të kthehet. Ata të diftaj, a i ka ik kur ka nërë motrat prej Korçet. Po pra, tani do të kthehet. Nënën që a kene shmurtu, se ata ka në ravet nënën një të mërën në bomë. Po pra, dhe kërkon të kthehet. Pas vdekjes së nënës, a i tani kërkon të kthehet. Po kush jeni juve? Se ju keni të njëjta të drejta si edhe Fitimi. Si ka mundësi, ti thoni jo mos hajde? Një gjatë, se Fitimi e ka bë pashaportizimin Ngurëzi, nuk e ka bë Shkodër. Ore zotri, do kthehet në banesën e tij, pashaportizimin e bën më vonë. Jo, me nuk bën më vonë hiç, për çka ka më bë pashaportizim ai. Zoti Islam, gjykata e shkallës parë, ai ka dhënë të drejtë Fitimit? Çe? Gjykata e shkallës parë, kam një vendim të gjykata, po mos gënjeni ka qapur, se kam vendimin e shkallës parë këtu. Po lënë më tish, a do më di se vendimin që ka marrë po me shkollën e parë e ka fitu pa drejt. O si isha dakord me atë gjyq që kanë bota. A ka vendosur gjykata zotri me të drejtë apo pa të drejtë? Në momentin që vendos gjykata ne tjerë duhet të heshtim. Gjykata që kanë bërë unë e kam vendosur me drejtë gjykata që kanë bërë. Se unë kam bërë me dëshmitare me tonë. Po në qoftë se vendos edhe gjykata apele, çfarë do bëni juve? Çkon te gjykata apele që unë e kam bërë gjyqje, e kam thur letrën e gjykatës apelit për marrë me marteshat. Zotri, gjykata e apelit nuk ka vendosur ende. Ke? Nuk ka vendosur më gjykata e apelit. Se ka vendosur të 17 vjetë apo këtë gjyq, ka kry këtë gjyq.
Si më shkryer ky gjyq? E kam kryer me, e kam bëhone. O Zoti Islam, po nuk të vjen pak rënd kur flet për vllajën tënd dhe duhet largohet, dhe ndërkohë motra në Itali ka mbyllur dhe ka kyçur derën e dhomës? Ja, nuk, ku e ka kyçur, se ka kyçur se i paguaj unë dritët dhe ujnë e tëna. Të lutem, ai kur të vi do paguaj pjesën e vet takuese. Unë kam një certifikat pronësie. O zotri, kam një certifikat pronësie në emër të fitimit. Gjykata e shkallës pari ka dhënë të drejtë fitimit, atëherë kush jeni ju që e ndaloni? Po ti tash unë na kena diskutuar herë me te tash. Kur vjen edhe motra Britaniet, janar vjen, kur vjen ajo e di. Po deri në janar ku do rri ky zotri më? Deri në janar ku do rri? Po është vllai jot, më është gjaku jot. Ku do rri ky njeri? O zot, ata kujton se do të marrën me këtë shtëpi se ai me çoçën është bash jeton me çoçën se nuk ka. Po ti çfarë problemi problemi ke me çoçën e fitimit? Çfarë problemi ke? Po pse më ai është martuar për të dashur ti gruan e ti? A ke gruan tënde ti? A ke gruan tënde ti? Ç'punë ke me gruan e fitimit? Po çfarë punë ke me gruan e fitimit nuk e kuptoj. Ti bën çfarë desh për situacion, unë kam diskutuar me fitimin edhe atë, po ai ka po gabim. O zoti Islam, ai ka gruan e ti siç ke dhe ti gruan tënde, edhe fitimi nuk e do gruan tënde, po çfarë kuptimi ka kjo? Ça? Edhe fitimi nuk e do gruan tënde, po është gruaja jote. Dhe ti duhet ta respektosh zonjën se është gruaja fitimit. Ç'punë keni ju me gruan e ti? E di vetë ai se çfarë bën me gruan e vet. Po kush jeni ju për ta dashur? E do fitimi. Fitimi duhet vinë në shtëpi. Me grua dhe me fëmijë. Po ne më se s'ka shanse marrë shtëpi ai. Po kush jeni ju që e vendosni këtë gjë? Nego. Kush jeni ju? Ja dëgjoj pak avokatin e studios. Unë i zoti shtëpisë jam. Po edhe ai është i zoti shtëpisë se ka certifikat pronësie. Nuk ka i zoti shtëpisë. Po është edhe ai i zoti shtëpisë. Po çfarë do diskutoni kur nuk është i zoti shtëpisë? Çfarë do diskutoni në janar kur të vi motra jote? Çfarë do diskutoni? Sa po e the? Sa po e the? Marri lekë të veta dhe t'ikim punë të vet. Jo, nuk është ashtu. E vendos gjykata kush rri dhe kush largohet. Pra është bashkëpronar me ju. Është bashkëpronar me ju. Atëherë, dëgjoj pak avokatin, dëgjoj të lutem avokatin. Elvis, me që kemi dhe zotrin, po. Përshëndetje Islam. Përshëndetje. Atë, jemi duke diskutuar, realisht është një çështje shumë sensitive. Unë edhe punëtorin e policisë kam diskutuar këtë me të. Edhe me atë tjetër. E kuptoj shumë qartë. Ta mbaroj avokatit të lutem, ta respektojmë zoti Islam, po. Pjesa punojësi policisë shtetit nuk e vendos se në lidhje nuk ka asnjë kompetencë lidhje se kush shndron dhe kush largohet nga shtëpia. Tani, jemi në kushtet kur ti, bashkë me vllajën tënd, duhet gjeni gjuhën e përbashkët sepse jemi në kushtet kur vllai është jashtë. Nuk ka një streh ku qëndrohet. Absolutisht nuk jemi për të vendosur se çfarë duhet bëni ju. Allon të bëbaj të të mija të bashkaj të hekua të pinë e shmisë që kam atjetë që kam bëbaj të Absolutisht është e drejta juaj, por kemi për një zgjidhje paqësore. Tani jemi në kushtet ku ti e di që vllai jot është në vështirësi. Normalisht kemi mundësi që ta zgjidhni me mirë kuptim. Në kushtet ku është vllai juaj, normalisht ju jeni në mbështetje e vetme e zotit fitim në këto momente. Edhe normalisht duke gjetur një gjuhë të bashkët mund ta zgjidhni në problemin jashtëgjyqësisht. Mirë, se pa e marrë edhe sa të motrën telefon edhe po flas me te. Po çfarë lidhje ka motra, duhet futet fitimi sa më parë në shtëpi. Më mirë që po tash avaja se avaja ka shtëpi tu e bënesh. Po pra edhe ajo ka shtëpi, po edhe fitimi ka shtëpi, të vinë të dy. Të vinë të dy. O zoj, ka marrë edhe në telefonet bënë që dënë atë, po mund është të shesin... Po a the pak më përpara ç'punë ka fitimi, tani the do marrë motrën dhe të vinë të dy. Pra fitimi ka, po aq pjesa ke dhe ti. Aja është kryetorja shtëpisë tu më i bëre. Po pse që kush e ka vendosur që është kryesorja shtëpisë? Ju keni të tre, keni të drejtat barabarta në atë shtëpi, kush e ka vendosur këtë gjë? Mosë kur ka bërë gjyqin, ka bërë në stunë shkodër, për që di që ka bërë. Dvina vaja, pa e marrë sa telefon, dvina të për mund të dvina të mërë dhe shëtë me tonë bashkë. Pra, motra vendosje ti të qëndrosh dhe motra vendosje a i të largoj dhe të rike ke shtëpia i zhvjerrit. Nuk ka më mundësi të rike i zhvjerrit. Po e sekund me bëne, të sërëve me teja. Po, ç'pun ka motra? Po ka me motra se motra rinë tu. Po le të rrinë, më motra e ka mbyllur është në Itali, mërë zotri. Nuk mundet jetë edhe në Itali, motra t'japi dhe urdhra nga Italia.
Gjithë se cili duhet rri në dhomën e ti, në pjesën e ti takuese. A do me folë tash në që të folë në këtë Po jo pra, po nuk është kjo logjika që ju po shtroni. O të diskutojmë, o të ndejnë këshpi mu, fitimi, dalon t'ja dhe dhomen. Zotri, ju keni dhomën tuaj, a i ka pjesën e vetë, a i mund të rri shumë mirë në kuzhinë. O zojnë, unë nuk kam shpitu zoj. A, nuk e shpiti aty? Po pse vendos atëre ti? Kur nuk e shpi, pse vendos ti? O zoj, unë emrin e kam to. Po, edhe fitimi e ka aty. Pa mirë tash, ta diskutojë me motën bina vaja për Italia, se ja vjen nuk... Atere, po presim, keni vetëm 24 orë kohë ta bisedoni me motrën dhe t'jepni një vendim. Faleminderit Zoti Islam që t'kisha drejt për drejt. Faleminderit. Edhe t'bina, dhe qose vajtë, atë t'bina dhe fitimi, atë ta diskutojmë. Nuk ka vajtë. Okej, me gjitha të kemi nisur një hap të mbarë, ndoshta, ju ta diskutoni të tre bashkë, faleminderit që ishe me mua në studio. Atër besoj se kjo është zgjidhja më e mirë. Zgjidhja më e mirë e mundshme në këtë moment është strehimi i fitimin. Domethënë, kjo është gjëja më alarmante. Ja, një sekondë se jam në fund. Rekomendi për këtë gjë është vendimet e gjykatave nuk diskutohen, zbatohen. Në këtë rast ne nuk mund dalim të komentojmë një vendim i cili është i dhënë nga një gjykatë, edhe duhet zbatohet për gjitha palët, si për institucionet e policisë, si për institucionet tjera ndërvarëse të policisë shtetit. Qartë. Faleminderit Visi për ta përfunduar Eksena. Eksena, jam në fund. A i e tha, nuk është i zoti i shtëpisë, pra pikërisht është koncepti dhe mënyra se si e trajtojnë. Pra në atë pjesë që ka ndenjur zotria... Që komentove dhe ti. Në atë koncept ka vazhduar gjithë linja e reagimit. Pra është motra ajo që ka marrë, si të thuash, në dorëzim pjesën që zotria ka patur me atributin e nënës, ndoshtat kryefamiljares, pasaj që vendos gjithë shka? Duke qenë i pamundur, sigurisht mundohen të gjykojnë dhe analizojnë bashkëshorten e tij, sepse sigurisht frika nga trashëgimia, diçka më e rrezikshme, vjen si rezultat i kësaj frike që ata nuk duan që ta përfshin përsëri në familje. Ju thoni që është i pamundur fitimi ose ashtu mendojnë, por në vijë logjike mua më duk më korrekt fitimi se sa Islami. Vërtet ka një specifik, por kjo nuk do të thotë që ne duhet ta përjashtojmë. Qartë. Atëherë, zoti Fitim, kemi hedhur hapin e parë. U premtua nga... Që a the kjo, ne me ma lekun, në du lekun. Që me ma lek. Shiko, a i nuk tha do marrësh lek, sepse atë e vendos tjetër kush. Pa veçim tha mu, ma blin shpinë, për pse të shumë mi abdi shpinë ati. Shiko, nuk vendos Islami për lekët. Kur ky i ka letrën bashki kë, për strehim. Ky i ka letrën bashki? Po, për strehim, për mi dhanë banes ti. Po ja bashkuën mi a gjithë banesën nuk. Atëherë, zoti Fitim, hapi parë është që të diskutoni të tre bashkë dhe ti të futesh në pjesën takuese tënde. Me gruan apo pa gruan është vendimi yt. Po gruan me du më... Nëse ai është i pastre dhe e pas ka emrin në bashkinë e Shkodrës, atëherë ky është edhe një tjetër problem. Po pse ky ta javë nuk ka shtëpi që aty, allo manancë ajo. E qartë. Falenderoj avokatin, falenderoj psikologën, falenderit edhe ty zoti Fitim, do jemi bashkë në kontakt edhe me ju dhe me bashorten tuaj, të shikojmë se brenda 24 orëve çfarë do ndodhi me motrën edhe me zotin Islam e vllajën tuaj, dhe më pas pse jo ne jemi këtu për ta informuar edhe publikun, por dhe institucionet. Bashkë ndajemi këtu, të nderuar miq, për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.